Dita 22, fuqia e dëshmisë personale. Leximi i ditës, Veprat e Apostujve kapitulli 22. Vargu kyç. Sepse ti duhet të dëshmosh për tek të gjithë njerëzit për ato që ke parë dhe ke dëgjuar. Dhe tani çpret, çohu dhe i pagëzuar dhe i larg nga mëkatet e tua, duke thirrur emrin e Zotit. Veprat kapitulli 22. Vargu 15-16. Shpjegimi. Kapitulli 22 është mbrojtja e parë e madhe e palit si i burgosur përballë një turme të zemëruar që donte ta vriste. Ai nuk u mbrojt me argumente ligjore, por me tregimin e tij personal. Ai tregoi se si ishte më parë, si e ndaloi Jezusi dhe si ndryshoi tërësisht. Mesazhi është: mjeti juaj më i fuqishëm kundër kundërshtimit nuk është debati, por dëshmia juaj e sinqertë për atë që Zoti ka bërë në jetën tuaj. Zoti ju thot sot: mos prit më, dëshmo. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 22. O Zot Jezus, unë të falenderoj ty që çdo jetë e transformuar është një mrekulli që bota nuk mund ta mohojë. Faleminderit për guximin e palit për të treguar historinë e tij dhe kur jeta e tij ishte në rrezik. Unë rrëfej që shpesh e mbaj historinë time me ty të fshehur, duke menduar se nuk është mjaftueshëm e madhe apo se njerëzit do të më gjykojnë. Të lutem më jep forcën të çohem dhe të dëshmoj për atë që kam parë dhe dëgjuar në shtetësi me ty. Më pastron nga çdo frikë dhe më kujto se unë jam thirrur të jem dëshmitari yt te të gjithë njerëzit. Bëje zërin tim të qartë dhe zemrën time të përullur, që lavdia tënde të shkëlqejë përmes rrugëtimit tim. Amen.